25 nëntor. Përlëftoje Perëndin duke falenderuar. Sepse çdo gjë ndodh për shkakun tuaj, që hiri duke ushtuar nëpërmjet shumë vetave, të bëj që falënderimi të teprojë për lavditë e Perëndisë. E 2 Korintasve 4:15. Mirënjohja ndaj Perëndisë është një emocion i gëzueshëm. Ne kemi një ndjesi borxhi të gëzueshëm për hirin e tij. Prandaj, në një farë kuptimi, në vetë emocionin e mirënjohjes, ne jemi ende përfitues. Por në vetë natyrën e saj, mirënjohja përlëvdon dhënësin. Kur ndihemi mirënjohës, ne e pranojmë nevojën tonë dhe bamirësinë e Perëndisë, plotësinë e tij dhe pasuritë e lavdisë së tij. Ashtu si kurse e përul veten time dhe lartësoj kamarierin e restorantit kur i them faleminderit, po kështu e përul veten time dhe e lartësoj Perëndin kur ndjej mirënjohje ndaj tij. Sigurisht që ndryshimi është se unë jam me të vërtet pafundësisht borxhli ndaj Perëndisë për hirin e tij, dhe gjithçka që ai bën për mua është falas dhe e pamerituar. Ideja është që mirënjohja përlëvdon dhënësin. Ajo përlëvdon Perëndin. Ky është synimi final i palit në të gjitha mundimet e tij. Po, mundimet e tij janë për hir të kishës, për të mirën e kishës. Por kisha nuk është synimi i tij më i lartë. Dëgjoje sërish, sepse çdo gjë ndodh për shkakun tuaj, që hiri duke ushtuar nëpërmjet shumë vetave, të bëjë që falënderimi të teprojë për lavdi të Perëndisë. Çdo gjë ndodh për shkakun tuaj, për lavdinë e Perëndisë. Gjëja e mrekullueshme e Ungjillit është se reagimi që ai kërkon nga ne për lavdinë e Perëndisë është gjithashtu reagimi më i natyrshëm dhe më i gëzueshëm. Domethënë, të jesh mirënjohës për hirin. Lavdia e Perëndisë që siguron gjithçka kur jep, dhe nga zëllimi ynë i përulur kur pranojmë, nuk janë në konkurrencë. Falënderimi i gëzueshëm e përlëvdon Perëndin. Një jetë që jep lavdi Perëndisë për hirin e tij dhe një jetë që mbart mirënjohjen më të thellë janë e njëjta gjë. Ajo që i bën të jenë e njëjta gjë është falënderimi.